Policia ka arritur të zbardh plagosjen e ndodhur paraditën e sëpremtes në zonën e Fushkuqes në Kurbin. Sipas bluve, pas veprimeve hetimore të kryera, ka rezultuar se shtetasi Akil Tahiri është konfliktuar për motive të dobta me shtetasin Fatjon Kobelita, alias Fatjon Staka, i cili dyshohet se ka plagosur 35 vjeçarin, ndërsa shtetasi Renato Marku, 26 vjeç, ka shoqëruar në spital 35 vjeçarin edhe më pas është larguar duke braktisur automjetin me të cilin udhtonte. Nga veprimet rezulton se rreth orës 10:20 minuta në spitalin e Laçit ka mbërritur i plagosur në këmbë me armë zjarri pistolet 35 vjeçari edhe mjekuroje nuk ka njoftuar shërbimin e policisë, por e ka dërguar për mjekim në spitalin e traumës në Tiranë. Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë shpallja në kërkim e shtetasit Fatjon Kobelita, alias Fatjon Staka, 40 vjeç, banues në fshatin Gorr, Kurbin. Për veprim penale, plagosje rënd me dashje dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit, si dhe shtetasit Renato Marku, 26 vjeç, banues në të njëjtin fshat për veprën penale mos kallëzimi krimit. Gjithashtu u procedua penalisht në gjendje të lirë shtetasi AI, 58 vjeç, banues në Kurbin, për veprën penale shpërdorim detyre, pasi nuk ka kryer detyrën e tij funksionale. Në bashkëpunim me organin e akuzës, vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të rastit, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.